Këtu gjendemi për momentin në fshatin Radish. Është një lartësi i komunës Dragashit afër 5 kilometra. Rruga ka qenë e hapur pjesërisht me dorë. Na kemi ardhur me kompaninë Set Tours, që e ka kontraktu personalisht Ministri i Infrastrukturës, zoti Lutfi Zharku. Gjendemi në fshatin Radish tash, rruga është e hapme, e kalueshme mirë, pjesërisht ka qenë e hapur. Kompania Set Tours që disa ditë është në komunën Dragashit, duke i hapur fshatrat e bllokuara siç ka qenë Orçusha, Kërsteci, Zlipotoku, Leshtani, tash gjendemi edhe në fshatin Radish. Për momentin rrugët janë të kalueshme. Në Rapsha ashtu kemi qenë, rrugët janë të kaluara. Një falenderim i shkon ministrit special për ndihmën që i ka dhënë edhe ka kontraktuar firmën Set Tours për hapjen e rrugëve, se vetëm me vërtet kjo firmë meriton për me i hap këto rrugë. Kështu që për momentin rrugët janë gjitha të kalueshme. E përshëndesim edhe zotin Filip Tafallari, i cili ka qenë prezent me ne këtë kohën. E përshëndesim edhe mbikëqyrësin tjetër, Bahatin e Biun, cilit janë prezent këtu. Këtu është edhe prezent edhe pronari i Set Toursit, bashkë me ne. Kjo është e gjitha që mujmë me thonë, për momentin rrugët janë gjitha të kalueshme, nuk ka ngecje, edhe besoj që nuk ka me pat probleme derisa kemi kompaninë Set Tours, komunën Dragash. Unë e kaq kisha, ju falenderoj gjithëve që ka keni mundësue për me i hap këto fshatra, se me vërtet kanë qenë të izoluara nga bora madhe, siç edhe shifrat e kemi mrapa edhe borët këtu, kemi edhe në nëmë tjera. Nga rruga kryesore mundi me marrë një pamje, kjo është e gjitha sa i përket unë që mundi. Ja bih da se zahvalim opet ministru Lutfiju Zharku za njegovim zalaganjem, da se zahvalim i vama što ste se angažovali za proširenje ovog puta, mada smo mi ručno probili ovaj put sa malim poteškoćama, ali ostala još ova deonica Radeša-Leštene. Nadam se da se i to pročisti tokom ovih dana kad budete završili ove ostale prioritetne puteve. Još jednom hvala.